Të gjithë kundër paraburgimit, tani. Kreu gjykatës lartë, thamë zonja Lala, Sokol Sadushi ka ndërmarrë një nismë për rishikimin e praktikës për masën e sigurisë arrest me burg. Tani, çfarë është kjo nismë? Ta themi sa më thjesht se si që i tregon thjesht gjëra ti, kur do i tregon shumë thjesht dhe bukur. Kur s'do? Po, Paret nga mënyra se si pyet, zoti Rakipi. Sa më thjesht, çfarë problemi ka në masën e sigurisë? Tani, përpara se shkoj... Arrest me burg dhe çfarë kërkon të bëj Sadushi? Pse është futur Sadushi këtu? Atëherë, përpara se shkoj të nisma e zotit Sadushi, më duhet shpreh një mendim personal që sa i përket kozgjatjes së paraburgimit në Shqipëri, ka qenë ndër vite një ndër problemet shqetësuese të prokurorisë dhe gjykatave shqiptare. Dhe shpesh herë ne kemi marrë kritika nga organizmat ndërkombëtar për faktin që prokurorët, por edhe gjykatat, insistonin gjatë gjithë kohës për caktimin e masave të sigurisë arrest në burg. Sidomos me ardhjen në pushtet të socialistëve në vitin 2013, pati disa nisma të cilat kishin të bënin me energjinë elektrike, ndërtimet e paligjshme e tjera me radhë, apo drejtimin e automjetit në mënyrë të parregullt, të cilat, nëse mund ta themi thjesht, kriminalizuan të gjithë shoqërinë shqiptare dhe të gjithë o burra të shkojnë në burg. Tani, jemi shumë vite më vonë, jemi gati 14 vjet më vonë, dhe normalisht janë kujtuar që paraburgimi që nga një problem shumë i madh, që në fakt nuk është sot, po ky problem ka ekzistuar dhe zoti Beci si ish prokurori i krimeve të rënda mund të na e sqarojë. Nisma e zotit Sadushi është e tillë. Në gjykatën e lartë ka mbritur një kërkesë nga një shtetas i dënuar për çështje të kanabisit. Ai është arrestuar nga policia e Lezhës dhe gjykata e Lezhës ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg. Me ankimin e personit të dyshuar, apeli e ka zbutur masën e sigurisë nga arrest në burg në arrest shtëpie dhe kundër kësaj mase sigurie ka dalë prokurori i cili është drejtuar me rekurs gjykatës së lartë duke pretenduar që masa e sigurisë arrest në shtëpi ishte e papërshtatshme për këtë person, ndër të tjera duke thënë që vepra penale për cilën ai dyshohet është një vepër që ka një marrë të lartë dënimi, vepër e rrezikshme të tjera me radhë, dhe ka kërkuar që shtetasi në fjalë, pra pa i përmendur emrin për sa kohë nuk lejohet sepse është në hetim paraprak, nuk duhet të kthehej në paraburgim. Ka si ai autokompanjës. Se mendoj mos ishte e njëjtë si autokompanjës, po s'është e njëjtë. Nuk është e njëjta, nuk është e mos njëjta ishte histori. njëjti person tash. Atëherë, personin fjalë pretendon që masa ndaj tij, pra pretendimi i prokurorit për ta mbajtur në paraburgim është një masë arbitrare dhe e panevojshme, pra është një masë e ashpër dhe ka ngritur disa pretendime. Në thelb, çfarë u diskutua sot në 2 orë pak minuta në gjykatën e lartë në Kolegjet e Bashkuara, sepse një pjesë u bë me dyert të mbyllura, pra në momentin kur u shqyrtua çështja konkrete, seanca ishte e mbyllur për shkak të sekretit hetimit, sepse çështja është në gjykim paraprak, ndërkohë që pjesa që kishte të bënte me njësimin e praktikës u bë me dyert të hapura dhe ne ishim të pranishëm gjatë gjithë kohës. Diskutimi ose çështja kryesore që trua për t'i dhënë zgjidhje Kolegjet e Bashkuara është gjykata a duhet të arsyetojë që masa e arrestit në burg është e përshtatshme për një person, apo duhet të arsyetojë njëherazi përse masat e tjera alternative nuk duhet të caktohen ndaj këtij personi. Pra thënë ndryshe, gjykata duhet të arsyetojë përse masa e detyrimit për paraqitje, masa e ndalimit për dalje jashtë vendit, garancia pasurore, arresti i shtëpisë e të tjera me radhë, janë të papërshtatshme për një person të caktuar që ka kryer një vepër penale. Dhe vetëm pasi të ketë arsyetuar këtë pjesë, duhet të arsyetojë njëherazi përse masa drastike e arrestit në burg është e përshtatshme për rastin konkret. Pra nuk duhet të ndalet vetëm te klisheja. Momenti i dytë ka të bëjë me rrezikshmërinë e veprës dhe me rrezikshmërinë e personit. Dhe problemi është sipas kolegjeve të bashkuara të gjykatës lartë që duhet të marrë një përgjigje është duhet të prevalojë rrezikshmëria e veprës apo rrezikshmëria e personit. Avokati kërkuesit tha, marrim të mirëqen, tha që një zyrtari, një intelektual, se përdori termin intelektual, ose një person i shkolluar, në një moment caktuar gabon. Dhe për këtë gabim duhet ne që pra gjykata ta lënë në burg, apo duhet që gjykata ta arsyetoj statusin e tij social, statusin e tij të familjar, arsimin, kontributin që ka dhënë në shoqëri, veprën penale që ka kryer, pra të bëj ta trajtoj çështjen në gjitha dimensionet e veta. Ky ishte pretendimi që ngriti avokati i kërkuesit. Ndërkohë, prokuroria e përgjithshme që përfaqësohej nga Arqile Koça, në fjalë të thjeshta tha, është e domosdoshme që të njësohet praktika gjyqësore, sepse kjo
pra vendimi 2011-ës i kolegjeve të bashkuara, që e ka njësuar për herë të parë, bie ndesh me ndryshimet e kodit procedurës penale të vitit 2017 dhe me disa vendime të Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njeriut. Por, tha ai, kemi një problem. Në realitetin shqiptar, masat alternative të sigurisë shpesh nuk zbatohen. Atëherë tha, cili është institucioni ose garanti që këto masa do zbatohen? Pra duket teknike në pamjet parë, por në thelb duket si një përpjekje që nga ky njësimi praktikës të përfitojnë ata të cilët janë zyrtar të lartë, të rëndësishëm, sepse gjithë fokusi u vu tek personaliteti personit të dyshuar. Pra jo tek vepra penale, por tek personaliteti. Pse? Vetëm 2 momente. Lala dhe Bushati dhe Zori. Zoti Rakipi. Çështja që ngriti Eugeni, se prandaj ndërhyra momentin e parë, u shtua për diskutim sot në kolegjet e bashkuara. Njëri nga anëtarët e Gjykatës së Lartë, Sokol Bina, ju drejtua përfaqësuesit të prokurorisë përgjithshme dhe i tha: ju tha, cili është qëndrimi juaj për sa kohë që kodi procedurës penale është i qartë. Pra prokurori duhet të drejtohet me kërkesë për caktimin e masës së sigurisë, duke bërë të qartë të gjithë elementët e asaj mbi të cilët kërkon masën e sigurisë. Pra rrezikshmërinë e veprës penale, rrezikun e ikjes, personalitetin e personit dyshuar e tjera me radhë. Dhe çfarë vjen më kërkon, tha, ju e keni shumë të qartë në kodin e procedurës penale, por ndërkohë vjen dhe na kërkon tani dhe mban një qëndrim përpara kolegjeve të bashkuara. Tani fakti që Gjykata e Lartë ka patur 10 çështje, ka pasur ditët e fundit çështje që ka rrëzuar për masat e sigurisë. Ditën e sotme rrëzoi rekursin e zonjës Balluku për heqjen e masës së sigurisë, ndalim për të dalë jashtë vendit. Ka rrëzuar kërkesën e zotit Meta, kërkesën e zotit Velia e tjera me radhë, në lidhje me masat e sigurisë arrest në burg, ndërkohë që vetë gjykata mund ta kishte riparuar këtë problematik që ishte të shkallët më të ulta. Pra nëse gjykata e apelit nuk e kishte qartësuar personalitetin e personit dyshuar, kriteret mbi bazën e cilave caktohet një masë sigurie, mund të kishte ndërhyrë dhe të bënte zbatueshmëri të ligjit. Në rastin konkret, ngrihet sa dushi dhe vën në lëvizje kolegjet e bashkuara për cilat arsye. Unë dyshoj për të liruar zyrtarët e lartë, sepse fare mirë për raste individuale mund ta bënte vetë gjykata. Atëherë ju thoni që kjo ka një... Po, kam dyshime të forta për këtë. Kam dyshime të forta. Ka dyshime serioze që është një problem i theksuar politik. Çdo problem është politike, po këtu bëhet nga politika për interesat të njerëzve të rëndësishëm të cilët në burg. Po mirë, për atë rrezikun e të nesërme, se edhe ai rreziku është shumë... Po ta diskutojmë këtu dhe të nesërme do ta bëj pyetje unë. Rreziku i të nesërme, sa do të me spakun e kështu. Kjo nismë bëhet, po themi në fillim Bushat, për shqetësimin real që ka për numrin e lartë para burgosur. Edhe me thënë të drejtën në Shqipëri, para burgosur ka më shumë se të burgosur. Edhe ka 1001 zgjidhje, nuk është kjo zgjidhje. Edhe ka 1001 zgjidhje, thot avokati. Kjo është e fundit. Prokurorët gjitha, ekspert, i ditur për këtë punë, ka 1001 zgjidhje, thot, dhe kjo është bërë tani. Opozita, më fort nga të gjithë, po dhe shumë të tjerë, përveç opozitës, ngrenë zërin fort dhe thonë që kjo nismë bëhet për të liruar njerëz specifik. Përmendet shpesh Erion Velia, sikur duket bërë gjithçka që të dalë ky nga burgu. Si e mendoni ju këtë?